Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtë herë për të sjellur pranë jush një histori që mua më ka tronditur. Një ngjarje e pazakont ka ndodhur në Lipjan, konkretisht në janjevë të Lipjanit, ku një nën dyshohet se i ka prerë me sopat gishtat e këmbëve të djalit të saj, vetëm 5 vjeç. Një grua e cila pasi është arrestuar është kuptuar që ka qenë me probleme të rënda mendore. Unë realisht kam siguruar dhe video se si duket shtëpia e saj, se në ç'gjendje, gjëndje, do me thënë, ka qenë shtëpia ku ajo ka jetuar me të birin, më besoni që do të befasoheni nga ajo që do të shihni, dhe dyshimet në fakt që e çojnë deri tek fenomeni i tmerrshëm që kjo nën ka prerë gishtat e fëmijës së saj. Do me thënë, besoj që këtu kanë rënë në tokë edhe institucione të cilat nuk janë marrur me këtë si çështje, sepse një nënë e cila është me probleme mendore, atëherë si do t'i besohet rritja e fëmijës kësaj nëne. Po le ta kuptojmë një herë, le ta lexojmë një herë çfarë thot lajmi. Një ngjarje e rëndë thot ka ndodhur së fundmi në janjevë të Lipjanit. Policia e Kosovës ka njoftuar se një fëmijë i mitur është dërguar në QKUK në gjendje jo të mirë shëndetësore, pasi dyshohej se ishte i neglizhuar nga prindërit e tij. Do të thënë, kur themi prindërit, këtu përfshin edhe nëna edhe babai. Gazetarja e Klan Kosovës, Endrita Bajrami, ka shkuar pranë shtëpisë së familjes dhe raporton se nëna ka tentuar t'i pres gishtërinjtë e djalit me sopat. Kjo është jashtëzakonisht çnjerëzore. Sipas informacioneve të gazetares, nëna e arrestuar ka probleme mendore. Imagjinoni tani, do me thënë, nëna me probleme mendore, tani ne nuk e dim në qoftë se kjo ka lindur me probleme mendore dhe familjarët janë ngritur në këmbë për ta martuar ashtu siç ndonjëherë bëjnë traditat shqiptare, ose problemet mendore i kanë ardhur pas martesës. Në këtë rast nuk dim në qoftë se burri i saj, do me thënë, ka patur të njëjtin problem, po siç duket, neglizhenca e të dy prindërve kundërdrejt fëmisë tregon që dhe burri ka patur po të njëjtin problem, si zonja në fjalë. Po ashtu thot, bëhet e ditur se fëmia po vazhdon të qëndrojë në QKUK, ku edhe po trajtohet. Ndërkohë, autoritetet kanë marrë ndërveprime të menjëhershme duke arrestuar dy prindërit si dhe të dyshuarit për neglizhencën. Pas intervistimit me vendim të prokurorit, ata janë dërguar në mbajtje. Që ta kuptojmë, do me thënë, çështjen, unë njëherë do t'ju tregoj videot të cilat i kam siguruar se në çfarë gjendje kanë jetuar dhe se si është shtëpia, do me thënë është një tmerr i vërtet, shtëpia nuk ka as dyer, nuk ka as dritare, rrobat që kanë përdorur, do me thënë, janë të gjitha të gjuajtura në tokë, është një rëmuj e papar. Tani, ku po shkojmë ne si shoqëri me këto fenomene që po ndodhin? Dhe kush është fajtori në këtë mes? Fillimisht një herë, për mendimin tim, jo si gazetar, po them si qytetar, fajtori në këtë mes është familja, sepse këto nuk janë jetim, patjetër që zotëria në fjalë do ketë një baba, do ketë një vlla, do ketë një motër, dhe zonja në fjalë do ketë një familje, do me thënë nuk është se janë pas gjë. Tolerojnë që një fëmijë të rritet në këtë martesë. Ky është gabimi kryesor. Gabimi i dytë, jam shumë i bindur që familja edhe mund të ketë bërë kërkesë në gjendjen sociale për situatën se si qëndron. Ndonjëherë është ky mentaliteti dobët që ne kemi në vete, që po t'ikim në pjesën e trajtimit për persona të këtill, do me thënë, janë paragjykimet, janë thashethemet, por është edhe neglizhenca. Për shembull, unë di shumë raste që ka njerëz në familje me probleme të këtilla, por nuk i dërgojnë për të kryer atë se çfarë duhet të kryejnë, vetëm për faktin që të mos që të mos përflitet në përlagje, që të mos komentohet në përlagje,
që të mos të ketë thashë theme, që do me thënë të afshehin atë të vërtetën që sa do e dhimbshme që tjetë. Dhe më pas, dështimi i institucioneve, fatkeqësisht në Ballkan, se nuk flas për Europë, po të ishte në Europë do të ishte tjetër gjë. Në Ballkan, institucionet që janë efikase për çështje të këtilla, nuk është se i marrin edhe përsipër, nuk është edhe se i besojnë, do me thënë dokumentacionet ashtu siç bëhen kërkesat futen në përsyrtare dhe pastaj familjarët ndeshen me probleme serioze. Akoma nuk kam arritur dot, do me thënë edhe tani që po komentoj, nuk kam arritur dot ta kuptoj si mundet një çift me probleme mendore të vazhdojnë jetën së bashku. Probleme mendore të kuptimit që kanë ardhur nga varfëria, sepse shtëpia ishte në gjendje të tmerrshme, do me thënë ishte thjesht në tull, një shtëpi siç duket ishte ndërtuar e re, por pa patur asnjë lloj kushti të paktën bazik brenda për të jetuar, dhe duke përfshirë të gjitha këto gjërat, ndoshta çifti mund të ketë arritur deri në këtë gjendje. Fëmia, le të themi, është në gjendje të mirë shëndetësore, nuk i ka gishtat, sepse nëna ja ka kput, do me thënë është pa gishta në këmbë, po Zoti i Madh është që bën mrekulli, që do me thënë fëmia ka mbetur i gjallë. Fëmia ndodhet në spitalin shtetëror në Prishtinë, aty ku edhe merr të gjitha kurat e mundshme. Se çfarë do të ndodh pastaj me këtë fëmijë, do të shohim se si do të veprojnë institucionet, me patjetër që i takon që të merret qendra sociale e cila duhet kujdeset për akomodimin e fëmisë, për kushtet e fëmisë, për kalimin nëpër psikolog, se normalisht ai fëmijë ka kaluar tronditje vetëm nga fakti të mendosh të marrësh sopatën edhe të presësh gishtat e fëmijës tënd, për çfarë arsye? Sepse ti ke probleme mendore apo familjarët ose rrethi jot nuk të kanë dërguar që ti të shërohesh edhe të marrësh kurat e duhura që të mos arrish deri në këtë ditë. Policia nuk është se ka nxjerrur detaje, do me thënë se për kë familje bëhet fjalë, nuk ekzistojnë emra, thjesht ka dalur si një histori dhe thjesht është shfaqur si një situatë. Unë uroj që këto raste, që janë vërtet raste shumë të tmerrshme, do me thënë tani edhe një kafshë, për kafshën e vet është i vetë kontrolluar. Nuk mund të bën veprime të këtilla. E lëre më njeriu që eskalon përtej saj dhe është në gjendje që të bën çmenduri që realisht kur e lexova fillimisht një herë si lajm më ka shokuar krejtësisht. Unë uroj me zemër që ky rast le të jetë një rast që të jetë një këmban alarmi për të gjithë institucionet në Ballkan, pa marrë parasysh a Kosova, Shqipëria, Maqedoni, se edhe Shqipëria dhe Maqedonia jo se janë më mirë, domethënë janë keq e më keq në këtë drejtim. Dhe uroj me zemër që një herë për gjithmonë të merren përsipër fëmijët, të merret përsipër jeta, sepse është shumë e vlefshme se çdo gjë tjetër. Është rreptësisht e ndaluar që një nën, do me thënë, të jetoj me një fëmijë të këtill, se kjo është jo normal. Tani fëmia nuk ka nevojë pse të vuan budallalliqet e nënës, sepse nëna nuk qen ka mirë me mendjen, por edhe nëna nëse është vërtet me probleme mendore, se kjo mund të jetë edhe një arsyetim që nëna mund të jetë në depresion edhe thotë që jam me probleme mendore, sepse edhe depresioni pothuajse i ngjajshëm është, se njeriu kur është në depresion mund të bëj vepra të ndryshme, nga vetë fakti që e shikoni ku ka banuar ajo, do me thënë nga vështirësitë e jetës, nga tmerret që e ka përjetuar, mund të ketë rënë në depresion dhe mund të quhet si me probleme mendore, por për mendimin tim unë uroj me zemër që këto fëmijë një herë apo ky djalë të merret përsipër, të shërohet dhe këto gjëra të ndalohen një herë dhe përgjithmonë, sepse kjo që po tregojmë ne dhe kjo që po shohim ne është një tmerr që te i kalon çdo kufi dhe jemi sinqerisht në pikën e kuqe që ne duhet të ngrihemi dhe të kërkojmë të drejtat, që institucionet të funksionojnë në formën si duhet funksionuar, sepse po vdesin fëmijë nga mos dinjiteti i një prindit i cili në fakt nuk është në gjendje që të jetë prind. Okej, nëna është me probleme mendore, po babai ku ka qenë? Do të thonë të dy prindërit të arrestuar, dy prindërit janë duke u mbajtur në paraburgim, që patjetër që do të caktohet edhe masa për to, por që unë do kisha këshilluar që të caktohet masa me burgim të përjetshëm, sido që të jetë historia e tyre. Ky është një neglizhencë, kjo është një neglizhencë shumë e madhe, ndërsa nga ana tjetër uroj që institucionet të vetëdijsohen se në fund të ditës ato vetë kanë fëmijë dhe le ta marrin që ky është fëmia i tyre. Por edhe mentaliteti duhet ndryshuar, sepse ka shumë njerëz, e thash më parë që e di,
që nuk i trajtojnë rastet vetëm nga fakti që do flasin, do nxjerrin thashë theme, do ketë gojthëna se çfarë ndodh në këtë familje, se pas ka një njeri të smur mendor. Domethënë njerëzit të smur mendor gjithmonë i kemi marrë si njerëz, domethënë si një dramë e madhe që na ka ndodhur në familje. Unë uroj me zemër që ky fëmijë të shërohet, edhe sot jetojmë në një kohë ku mjekësia ka ecur goxha përpara dhe do Zoti mjekët me aq fuqi sa kanë dhe me forcën e Zotit t'ia kthejnë gishtat.